Balush shahin kategorinë e parë shumë e rrezikume. Shumë e rrezikume. Duke llogaritë që mas po arrit në territorin gjeografik gjendet thuja ekskluzivisht në komunën e Listogut apo Burimit, 5 tufa, 5 pronar që kanë, një pronar pas kanë komunën e Pejs, si pas zotriut që i bon këto dele, që i ky ju ka dhonë, ju ka shit delet e veta. Do më thonë, në tërë teritorin e Kosovës kemi vetëm 6 tufa. Numerikisht që jenë dikun të 300? 300 dele, duke mos i llogaritur qingjat. Kjo deklaratë e kinologut dhe mjekut veteriner Muhamet Nikshi e emetua në emisionin Toka në RTK rreth 3 vite më parë, u bë shkak që bashkëdhetari ynë, Zjadin Avdi Metaj, i cili jeton dhe vepron në Zvicër, të investoj në ndërtimin e stallës dhe mbarshtimin e deles Balush në strec të komunës së Deçanit, në mënyrë që ajo mos të zhduket nga trevat tona. Derisa ishim përgjirime, në Kosovë ishte vëllau i Zjadinit, i cili është me profesion inxhinier i bujqësisë e i cili jeton dhe vepron në Norvegji. Ai na shpjegon se për momentin si familje mbarshtojnë 300 dele dhe mbi 200 qengja të deles Balush. Emën të vllau im është jashtëzakonisht i interesuar për programet që ju i emitoni dhe me shikimin e programit të juaj jam më se i sigurt që ati ka lidhur ideja që duhet të bëjmë diçka që ta bëjmë këtë ratë dhe ta kultivojmë sa më shumë që mundemi në trevat tonë. Fillimi normal që ka qenë pak më i vështirë, fillimi ka qenë në 30-40 copa, mirë po duke parë edhe interesin ekonomik, edhe ruajtjen. Për vllaun tim ka qenë më e rëndësishme ruajtja e kësaj rases tonë fisnike të vazhimit se sa fitimi aspektin ekonomik. Për momentin sa i keni edhe, apo keni vështirësi për më mbashtu? Për momentin, në sa di unë, jam dipërdi 303 dele, të cilat gjatë dimrit janë këtu, gjatë verës i dërgojmë në bjeshkët e Listogut. A kanë kullosa të bërshme? Kullosa ka, jashtëzakonisht një, ujin e kanë, vllau, më thënë, nga kurat e bardha, në të se ju njët në atë region, ka sjell ujin edhe të ato stanit që kemi ne që kemi, më thënë, jashtëzakonisht kushtet mirë. Ndërkohë, me mbarshtimin e deleve, drejt për drejt merret Naser Avdi Metaj, vëllau tjetër i Zjadinit, i cili jeton në Kosovë. Ai na tregon se si familje, me mbarshtimin e tyre ishin marrë dekada me radhë. Pas luftës, na thot se investimi i vëllaut ka qenë fillimisht në fermë të lopëve dhe kishin mbarshtuar edhe delën bardhok. Por, me të marrë informatën se delja Balush është në shtukje, kishin vendosur ta mbarshtojnë atë. Mas një 2 viteve të hapjes fermës lopëve, dhe kemi hapë edhe vend. Fillimisht kemi fillu me ma tepër me bardhoka, po në ka pëlqyer që delja Balush çka nuk e kemi kultivu para luftës parë por në ka pëlqyer ndukje në një podhe edhe në dy edhe pak në ka shtyje situata e delës Balush që u flitke hala po flitet që vetëm që është në zhdukje e sipër. Edhe në ka linë ideja hadit mundësisht sa kemi mundësi të gjatim jetën edhe bile spakut edhe ndonjë vit dermes rastës Balush. Balusha, vend Balusha, kryesisht qysh me thonë ma
kjo është themelin për në rreth Dukazhinit, për ma larg nuk e di, në rreth Dukazhinit ose në Mala Kosovë, Velindja e Balush është komunja e Istogut, dash e burimit e Istogut. E këtu i kemi marrë, fillimisht i kemi marrë nga pronari Ramadan Zashira nga Vrella, fshati Sëdënis, nga Vrella kryesisht. Sa i përket mbashtimit si soi deles, Naseri na shpjegon se Balusha është dele që kërkon më tepër kushte se disa lloje të deleve tjera. E sa i përket qumshtit, Balushat përdojnë më pak se delet bardhok. Balusha dallon prej bardhokit. Pse dallon? Për me majt është ma e vështirë, dën kushte ma të mira. E dën hen ma shumë han, dën edhe ma kvalitet, nëse dën në po marak. E kjo është kryesisht, kjo racë është e ma tepër e Marakut. Qumsht dhe është tomër, këtë doqe, tomër ka ma pak se bardhoka. Kjo familje, delet Balusha i mbashtojnë 6 muaj në Bjeshk dhe 6 muaj të tjerë në stallë. Naseri me dhimbje na tregon se në ditët e sotme ka shumë pak bagti në Bjeshk në krahasim me ato që ishin para luftës. 6 muaj nga maj, dhe me qujtë nga 6 mitër, që flitet 6 mitër jenë bojnë 6 muaj. Tu rrinë në Bjeshk, në Bjeshk e thata, në Bjeshk e Istogut, atje e kemi Bjeshkën, nuk e ka këtë shati, Strelci, atje e kemi Bjeshkën e Blieme nga të partë, vetëm kryesisht na jemi Maalla, apo që jemi në shatin Strelci, me mbiemër Avdimetaj. A kanë kullosa atje të bollshme? Vetëm që jemi me mbiemër Avdimetaj, e kemi hisën e Bjeshkët A kanë kullosa të ose bollshme? si me qujtë të gurat e bardha. Kullosa kanë të bollshme atje? Kullos ka së dush. Bile unë si që banë si bari, si që banë si i ruj, e mërimet Bjeshka që pak ka bagti, pak ka dele. Ajo ka kapacitet me qenë edhe 5.000 dele ka kapacitet. Ani pse koha një territor është mbyll, është pëlzu, e munges bagtis. Në krahasim me para lufte ku qëndroi me bagti atje në Bjeshk? Aja, larg, tash ka. As 10%. Ne jemi aty, edhe është një i Stogut, andaj, i fshatit Cerca atje. Edhe nuk ka më. E sa janë kanë përpara? Ndonjëherë mundet me qenë me do lop, edhe me ato pak lop. E përpara sa janë kanë? Përpara kanë mujt me qenë vetëm që aty në afërsi ku gjidhem na, me kullota, ka mund me qenë 2.000-3.000 krerë. Gjatë kohës kur mbashtohen në stallë, delet i ushqejnë 2 herë në ditë. Delet që kanë qengja i kanë racionet më të mëdha. Në stallë, ushqejnë 2 herë në ditë. Mëngjes darkë. Në mëngjesin, delet e kanë si fillimisht i ushqejnë me drithra. Kombinojmë misër, grur. Aty për aty,
derisa e hanë misrin, ju qesim son. Kërës është terën. Të dhe. Son. Atëre, dialekt pushojnë, që besën edhe na që batë. Na pak duhet pak pushim, në herë, po jo. Deri ka ora 4 mbrëmje. Ka ora 4 prap njëjtë. Po të dilet që janë pjerne, që ka nevojë ma tepër për qumsht, me pa u qumsht shkaku i qingjau, i ushqim 2 herë me misër. Dëmonë edhe mbrëmje, prap misër mbrëmje, edhe sa. Dilet që nuk kanë pjetë halo, ose ndonjë, ne themi runza. Runzat që janë qingjat pranverës, tani e mojnë emrin runza, edhe ato, 2 herë, vetëm këto, ato njëherë edhe këto pa pjene, nga njëherë misër, vetëm sa. Për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, kjo familje Delën Balushe mbarshton vetëm për qengja. Naseri na thot se delet si gjedhe është më vështirë të mbarshtohen në krahasim me gjedhe tjera. Me pas njerëz, me i frydzu, mirë i shkojnë edhe për qumsht, e për bëlmet, po, më njës njerëzve, ma tepër ju kisha thonë që përshingja, ma tepër, edhe Maraku, Maraku është gjithherë, po këto llojet e tjera baktive, ndoshta edhe pa pas Marak, mahen edhe vetëm për interes, fitim, për interes. Këto ma shumë për marrë. Delet, pika e parë të delja është Maraku. Para se marrë të biznesi, të fitimi. Nëse nuk e ke Marakun, delja nuk ka vend në familje, nëse nuk e ka Marakun. Se kjo është për llojeve baktive ma e holla, ma delikatja. Kjo dën puna ma e vogla është të delja me amush lartin me ushqim. Kjo, para se marrë të ushqimi, kjo dën trajtim tjetër, dën dije ma të madhe, i ka smundjet ma të shpeshta, smundjet tjera, kambet, sidomos të kambet, edhe dëmon që kjo është Maraku, ta e manë Maraku. Të thonë është ma vështirë se lëpë mi mojnë. Po, largë është ma vështirë. Sëmundjet më të shpeshta të Delet Balush, Avdimeter na thot se janë medilje dhe brymosja, nëse nuk lëshohen në kullosa, në kohën e duhur. Sa i përket problemeve të këmbëve, Balusha këtë problem e ka të ngjashëm, sikurse Delja Bardhok. Munden me marë se qyra metilin, munden mu metilau, dhe ku është që dhe mësë fusha ma tepër me lagështi, ku ka lagështi ma tepër. Atëre, mos mundshu me rregull nga ana e çobanit, me nxesh, sidomos pranverave të hershme fort edhe vjeshtave, ne themi, vjeshtave mundet mu brëmarë, kur delja kur fillon më ra bryma vjeshtën e vonë, o dën mundshu shumë herë, për pa lindjelje, në ashun e në brymen e ngrirë, bryma e ftoft. Ose duhet me nshu ka ora 10-11 kur bryma tere toka, kur është toka e tere. Se aty mundet mu bërmav edhe munden jo me numër të vogël, me 1, 2, 3, munden me shku komplet tufa. Komplet munden me shku prej
prej bryme. E me shkepu, a ka probleme kjo në krahasim me dele tjera? Jo, e letë është, edhe baroka, se këtu janë edhe do baroka pak, prej barakut i kemi lanë pak, se dhe mos kjo lavë, ka mrak, baroka. E, për kam i njëtë si balusha, si baroka, po tani mas lufte për porën, nuk kanë qenë këto medikamente. Për pora ma tepër i kemë përdur e qyshin gurkalje, kryptin të një farë vezemicin, si e qyshin. E tashti edhe për kam, po jepim, po i vakcinuem me një lloj vakcini si po quhet makrovir. Ato nëse e përdor që bani kush merakli, domthonë në start jep injekcionin ajo Nuk e ka problem. 90%, 100% e shërë. Çmimi i shitjes së qengjave vlerësohet i mirë, por problem që familje shë mungesën e tregjeve të mëdha që ishin dikur për këto gjedhe. Qingji sidhet 5 euro, 6 euro, hadet maksimumi deri 7 euro. Kilogram. I gjallë. Kilogram i gjallë. A ja vlen dele me majt? Ja vlen, se shkaku që delja, me dele është sotja që mas tepërmi mundesh me shfrytzu fushën, bjeshken, kështu që nuk i bjen bashkë shumë Me shpenzu ushqim. me shfrytzu në shtallë. Ma pak rë në shtallë, po. E kështu. Faleminderit. Për qingja i shdasht me post në një shqitje ma me shumit si pleqynë shqitje me pakis. E me shumit, mi ble krejt mi ble për një. Sigur ki pas donator për para lufte, para shumë viteve, ka qenë nëse i ke pas me ka 1.000 copa krerë, qigja, ka ardhë kamioni, është parkirat të dira shtazë, edhe që të qofë qëmimi kanë zirë, se i keshit me njerë, top ton, i keshit. E sa i përket subvencioneve, Naseri shpreson të vazhdojnë të rriten, derisa sa i përket granteve, na thot se nuk kanë përfituar asnjëherë, dhe stallat dhe gjedhet që i mbashtojnë janë të gjitha investime vetanake nga vëllau që jeton dhe vepron në Zvicër. Djele është, valla edhe për djele është pak ullë, të arti shola qeveria, edhe para këti mandati në ka pas parasysh shumë. Edhe po shpresoni mu rrit, halal. Po shpresojmë që mu rrit. Stallat e këtu këtë janë investim vetanak, kur që s'keni morë grant diçka? Jo, këtë kjo vlau I ka investu. Në vizit të kjo familje ishte edhe Muhamet Nikshi, kinolog dhe mjek veteriner, e i cili ka punuar në faktet dhe të dhënat për standardizim dhe shpallje të deles balush dele autoktone. A i deklaron se përkundër që vendi ynë që nga 2014 e ka ligjin për shpallje dhe mbrojtje të racave autoktone, edhe sot e kësaj dite nuk ka filluar të merret me ristandardizimin e tyre për të mbrojtur në Kosovë dhe glob si raca autoktone të vendit tonë. Me shpartallimin e Jugosllavisë, secili shtet i ri është duke vrapuar çka mund të plaçkit prej racave, sojeve, kategorive, llojeve që kanë vetë nga ish Jugosllavia. Për fat të keq, Kosova dhe pse ka një ligj prej vitit 2014 për mbrojtjen e racave autoktone, nuk ka filluar të merret me
ristandardizimin e racave, sojeve, të llojeve të ndryshme të kafshëve të shtëpiake, të cilat pastaj ti mbron me ligj shtetit Republikës Kosovës, edhe pasi i pranon shteti Republikës Kosovës si racat veta autoktone, ti dërgojnë në organizatat ndërkombëtare dhe ato të pranohen edhe në organizatat ndërkombëtare si raca autoktone të Kosovës. Nikshi na i tregon edhe numrin e sojave autoktone të deleve në vendin tonë. Kosova ka 5 soje të racës Pramenkos së gjuf, të cilat do e kanë emrin gjeografik, si për shembull delja Kosovës, delja Sharit, ndërsa do e kanë emërtimin sipas dukjes. Balusha apo Kalusha, Bardhoka apo delja Kokbardh, apo Zhuja, Zhuta apo Vrdhoka e Dugaxhinit. Të gjitha këto hynë në racën e Gjufkës ose Pramenkës. Deri vonë është menduar që Balusha është varietet i Bardhokës, po këtu dallon që nuk mund të jetë varietet. Në kinologji, një racë të qenit ka varietete, për shembull. Të delet me vetë faktin, ndryshimin, dukje, që kjo ka ngjyrën e zezë balush, ajo ka kokën e bardhë, nuk mund të jenë varietete, po mund të jenë sojet një racë. Sa i përket numrit të deleve balush, Nikshi na thot se për dallim të para rreth 3 vjetëve më parë, kur së bashku përmes emisionit kishim alarmuar se ky soj është në zhdukje, sot numri i tyre është rritur dhe ky soj me numrin e tashëm jo që nuk rrezikohet me zhdukje, por mund të kalohet në kategorinë e racës. Për fat mirë, prej si kem bo emisionin para 2 vjetëve në Studenicë bashkarisht, kur mund të themi ndoshta kem mujt ti numrojmë në gishta numrin e sojt balush, sot vetëm në këtë familjen Avdimetaj, në grigjën e tyre, ka mbi 300. Duke i llogaritur 100 që i pan diku numri është 600. Një soj i delës i cilët e i kalon numrin 1000 nuk konsiderohet i rrezikuar, po pastaj duhet të mirë protokolare përmes gjenealogjisë apo pedigres, linjave gjenetike të punotën tonë edhe prej sojt kalën racë. Një farë forme të Balusha jemi të ju afru mos rrezikimit. Prej kur para 2 viteve ke e rrezikuar seriozisht, tani jemi në një situatë duke pas parasysh edhe që të thirrën kategorisë teknikës prej kopes, hordhis, trungut, tufs, tani kemi kalun soj, me dokumenta, me protokollim, me regjistrim të vijave gjenetike, gjinive gjenetike, libri tonë mund kalon edhe në kategorinë e racës. Kinologu Nikshi na e shpjegon edhe dallimin e delës tradicionale me atë autoktone. Sa i përket përfitimeve për vendin, na thot se janë etnologjike, kulturore, historike dhe ekonomike. Barint ose këta pronarët e deleve përdorin një term tradicional. Delja tradicionale nuk është autoktone. Tradicionale është diçka që e mbashton 50 vjetë. Ma shumë se 50 e këtu mundet. Për shembull tradicionale mund të jetë cyka, e cila para 150 vjetëve, kur ka qenë Vilajet e Kosovës, ka qenë autoktone, po pasi Sanxhaku tani nuk është pjesë e Kosovës, është një territor tjetër, një shtet tjetër, ajo është, Kosovë është dele tradicionale, po jo autoktone. E dele autoktone është Balusha, është Vrdhoka, është Bardhoka, delja Sharit edhe Kosovës. Përveç aspektit kulturor, çka është interesi i një shtetit për me pas
A është edhe nevojshme për shkak të bashkëdyzimeve mas nej, të pas parasysh që këto janë përshtatur me kushtet tona, edhe muj me nxjerrë raca tjera, cilat muj me konë edhe më të mira. Momentin që përdorim emërtimin burimor apo autokton, kjo tregon që kjo ka ndodhur para 2000 vjetëve. Edhe që dikush ka jetu këtu. Kush ka jetu këtu, ata njerëzit të cilët e kanë bashkëtu që ato. Edhe tregon prej kohën avantike që ne kemi ekzistuar këtu. Ka lidhje etnologjike, kulturore, historike, rëndësinë ekonomike, gjitha këto e bojnë të lavërdishëm edhe kulturën e një shteti. Në bazë racave, në bazë trashëgimisë kulturore dhe një shtet forcohet, në bazë tyne edhe ka namin e në të shtetet tjera. Njohurinë e vetë, si historike, si geografike, politike, kjo shumë është e rëndësishme. A mund me na shërbim astaj edhe për punën e bashkëdyzimet që na mi pas delet tona që janë të ambientume që kanë... Momentin që raca soj konsolidohet, pastaj mund të kërkojmë soje apo ndonjë racë ngjashme për me fresku gjakun, për me rrit nivelin apo kapacitetin e racës. Po ajo duhet me pas shumë kujdes, sepse nuk guxon të humbin gjenet, gjenoma, kodi gjenetik duhet të mbet i asaj race. Sipas mjekut veteriner Nikçi, delet autoktone të vendit ton, me zhvillimin e sistemit mbarshtues të sotëm, mund të quhen dele moderne. Nëse këto para 100 vjetëve kanë mund të quhen nëse t'jenë raca primitive, para 20-30 vjetëve raca kalimtare, tani me përmirësimin e kushteve ekonomike që shtolla, me përmirësimin e ushqimit, të mund t'jenë edhe raca moderne, lloj modern i deles. Çka dallojnë njëra prej tjetrës, a kanë dallime të mëdha, po flas për tonat? Në një farë mënyre, për shembull, bardhoka duhet të ketë qumsht më shumë, ka qumsht më shumë se balusha, po mishi balush duhet të jetë me më pak kolesterol. Ma i preferur për njerëzit që janë gërman për me përdorë mish, është ma i preferum mishi balush se sa i bardhok. Krahas delës balush, familja Vdimetaj mbarshtojnë edhe lop për qumësht dhe dhi ku këto të fundit, për shkak të rreshjeve të mëdha që mbretëronin dhe lokacionit të vështirë që gjendeshin, nuk arritën t'i gjironim. Sa i përket lopëve, vllai i pronarit, Naser Avdimetaj, i cili përkujdeset edhe për delet edhe për lopët, së bashku me 2 punëtor, na thot se numri i tyre është 90 krerë. Shumica janë të racës simental, të cilat i mbarshtojnë më tepër për qumësht. Gjithse, në dhe copë krerë. Por, një 10 krerë, si me thonë, me qenë ne i qumë zërak me do një bif, do një mështjerë, blok naja, dikur 80 copa, 80 krerë, nuk të jetë. Për çka i moni ma shumë, për mesh a për tomë? Që shumë? Jo, qëllimi jonë është ma tepër për qumsht, edhe përshit për qumsht. Apo qesin qumsht mirë, që për ndaj, që për ndoj të? Tamam. Blokët i kemi racës ma tepër simental, kon do një ras tjetër që i prafrohet simentalit. Shitja e qumshtit të lopëve është e garantuar, derisa dhe çmimi është i kënaqshëm. Çmimi për momentin është 49 cent, po më duket. Që të përkon edhe me faktura, edhe ai
pronari e dinë më mirë. A është e levërdishme më morë me një Po, gjithë? po, si jo, është levërdishme sa dush. Mas pari është për vetë pronarin, për familjen, po që besat edhe për vendin, për popullin. E për ty, a është e levërdishme? Me investimeve, ju që është me sa të mundën me bo pajime Tuna. vendore. Avdi Metaj të mira i vlerëson edhe subvencionet për to. Mirë është, nuk o kesh, si orë, është ajo fjalla përdojore e mira s'kaj, ama mirë është, si dhe mos me këtë qeverinë që prej 21 apo ka shtatuar, e ka parit subvencionin, si për dëpë, si për dele, e nuk o kesh. Ndërkohë, Avdi Metaj, i cili jeton dhe vepron në Norvegji, falenderon vëllaun në Zvicër për kontributin e dhënë për zhvillim të blegtorisë dhe ruajtje të gjedhjeve autoktone në Kosovë, dhe porosit edhe bashkëdhetarët tjerë të bëjnë veprën e njëjtë në vendin tonë. Unë e shoh si një kontribues të kësaj raste, një kontribues të shkëlqyeshëm të kësaj raste. Dhe e shoh që ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh për zhvillimin e blegtorisë në Kosovë dhe mendoj që shembulli i tij duhet të ndjeket edhe nga vendasit e tjerë të kësaj drejte.